Cilat janë këto 10 vitamina që çdo grua duhet t'i marrë në mënyrë që më vonë të mos pendohet? Vitamina C jep përfitime të ndryshme shëndetësore dhe rrit imunitetin, përshpejton procesin shërues, ul rrezikun e komplikacioneve, dëmtimeve të indeve dhe ndihmon në rritjen dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Vitamina B7 ose biotina është e nevojshme për të rritur qelizat dhe sintezën e acideve yndyrore, ndihmon në shëndetin e mirë të gjendrave, flokëve, lëkurës dhe thonjve. Rregullon kolesterolin dhe është esenciale për rritjen e kockave. Gjithashtu është e rëndësishme që të merrni edhe vitaminën B6, është vitale për sistemin tuaj imunitar, stimulon trupin dhe ndihmon në prodhimin e hormoneve për të parandaluar humbjen e kujtesës. Vitamina B9, vitamina B2, gjithashtu vitamina D, A dhe E, duhet të merren brenda normës së lejuar çdo ditë në mënyrë që të keni një organizëm më të shëndetshëm edhe me kalimin e viteve.